Koha e namazit të duhas dhe sa recate i ka. Namazi të duhas i bie namazi paraditës, e që koha e tina është pasi të lindë dielli të ngritet sa një shtiz, pra diku 30-40 minuta pasi të lindë dielli, deri pak para mesdite, para zenitit. Është kohë e gjanë. Më mirë është më vonë, pra para drekës gjysore një orë, me i falë 2 recate namaz të duhas. Pejgamberi ka thënë salatul awabin, atyre që kthehen te Zoti, që pendohen te Zoti. Është sunet. Pejgamberi ka vepruar alayhi salatu wassalam. Po edhe sahabët e kanë vepruar dhe kanë vazhduar muslimanët të falin namaz të duhas 2 recate. Munden edhe 4, munden edhe 6, munden edhe 8. Shumë ulema kanë thënë se nuk ka maksimum, disa kanë thënë ka deri në 8, jo më shumë, por minimum i fal 2 recate salatul duha, e sevap është i madh. Me emrin Allah të azogil dhe asgjë njeriu të nuk i kushton. Pastaj mundet edhe me marrë abdes, dhe të njëjtin ku i falë edhe në 2 recate namaz të duhas, po edhe bën jetë edhe 2 recate për abdes. Kështu që 2 vepra mund të bëhet të njëjtin kohë me një veprim, e që është falë 2 recate namaz me 2 niyete. Është shumë mirë, po nëse veç me namaz të duhas, me një duhas është sunet i mirë i praktikuar tek pejgamberi, gratë e tina, shokët e tij dhe kështu me radhë.